Për një muaj kam dërguar disa shkresa për të bërë transparencë mbi përfituesit e ligjit të shlyerjes së borxheve, po njëkohësisht edhe transparencë mbi amnistinë fiskale. Zoti ministër nuk e ka ofruar akoma këtë transparencë. Dhe meqense sapo erdhi në seancë, unë do kisha jo vetëm unë, po qytetarët shqiptar, bizneset shqiptare kanë nevojë për transparencë për një ligj që gjykohet që është korruptiv. Ministri i Financave ka detyrën kushtetuese të kthej përgjigje për sa i përket përfituesve. A janë përfituesit koncesionar, a janë përfituesit evazor fiskal, a janë përfituesit marrës së tenderave publik, a janë përfituesit subjekte të SPAK-ut. Ministri e ka këtë detyrë për qytetarët shqiptar. Në seancën e shkuar tha dërgoni shkresë, jo një. 4 shkresa kam dërguar që nuk kanë sjell përgjigje as nga tatimet, as nga doganat, që janë institucione që varen nga Ministri i Financave. Për këtë arsye, për procedurë bazuar edhe në 80 të Kushtetutës, i kërkoj Ministrit të Financave të bëjë transparencë. Javën e ardhshme miratohet në seancë ky ligj. Ne nuk mundet ta miratojmë atë nen për nen pa pasur informacion e plot, pa pasur transparencë për këtë ligj, se për cilin ky ligj ka ardhur këtu në parlament, kë mbron, kë do ndihmoj, kujt do t'i shlyej borxhet dhe cilin biznes qeveria kësaj radhe do të mbështes me ligje speciale, siç është bërë normale në këtë sallë parlamenti. Faleminderit. Faleminderit zonja Tabaku. Zoti ministër, keni fjalën. Meqense kërkoi përgjigje zonja Tabaku, a mund t'i kthej përgjigje dhe pastaj mund ta merrem në procedurë. E nderuar zonja Tabaku, nuk e kuptoj se si arrini të gënjeni me zë dhe me figurë që keni dërguar 4 shkresa dhe pas keni dhe një muaj që pas keni dërguar këtë shkresë, sepse në fakt kërkesa juaj ka ardhur vetëm para një jave në Ministrinë e Financave, por pra mos gënjeni të paktën qytetarët, por para një jave keni dërguar kërkesën. Dhe si ligjvënëse e vjetër e parlamentit, duhet të dini që dhe kërkesa që keni sjell është në kundërshtim me disa ligje të tjera për nivelin e informacionit që keni kërkuar. Duhet i referoheni ligjit të procedurave tatimore për të kuptuar se informacioni që ju kërkoni nuk mund të ndahet sepse është e dhënë personale dhe duhet të kërkoni konsensusin e debitorit që t'ju japi informacion mbi borxhet që kanë në raport me administratën tatimore. Kështu që në lidhje me informacionin se kush janë përfituesit e shuarjes së detyrimeve tatimore apo doganore, ju a kam sqaruar edhe në komisionet parlamentare, janë 202.000 përfitues. Kështu që, zoti Shehaj, ju nuk keni lexuar as edhe një nga projekt ligjet, se po do kishit lexuar projekt ligjet,